Muzeu i Gjeniut të letërsisë shqipe Ismail Kadare po përjeton një periudhë rritje të ndjeshme të interesit, jo vetëm nga vizitor vendas, por edhe nga ta të huaj. Është shumë interesante mënyra e ndërtimit të këtij muzeu, arredimi i dhomave dhe përshkrimi që u bëhet. Më parë më kishte folur një familjari im për shkriptarin, por tani jam i lumtur që jam këtu dhe po e jetoj këtë ndjesi të veçantë. Well, I think we first did some Kemi një javë në Shqipëri dhe prej 2 ditësh ndodhemi në Gjirokastër. Vizita ime në këtë muze është një nga eksperiencat më të bukura. U zgjedh që në vizitat e mia jo vetëm të bëj ecje në natyrë, por edhe të mësoj për kulturën vendase. Dhe shkrimtari e ka pasqyruar mjaft bukur në veprat e tij. Check out and probably try to read. Bruno Pietri, ciceroni i muzeut, tregon se pjesa më e madhe e vizitorëve janë tashmë të njohur me veprat e Kadares dhe ky fakt ka kontribuar në rritjen e numrit të turistëve që vizitojnë muzeun. Këtë vit ne kemi pasur një rritje diku të rreth 20% të numrit të vizitorëve, por vlen të theksoj që këto ditë numri është rritur, për ku krahas vizitorëve shqiptarë kemi edhe shumë vizitorë të huaj që vinë dhe duan të dinë më tepër për gjeniun e letrave shqipe. Kryesisht këtu më shumë vinë europian, francezët zënë në vendin e parë, gjithashtu kemi vizitorë gjerman, spanjoll, holandez, italian, por që me ditën e vazhdim jam i sigurt që numri i tyre do vazhdoj të rritet. Ka vizitorë që e njohin mirë shkrimtarin, kanë lexuar të paktën 2-3 vepra të tij dhe këtu duan të dinë më tepër ambientet ku u lind Ismail Kadare, duan të dinë më tepër rreth romanit Kronik në Gur, sepse është ai roman që flet për qytetin, për shtëpinë dhe për gjithë fëmijërinë e kujtimet e fëmijërisë së Ismail Kadares. Kemi shumë vizitorë nxënës shkollash, jo vetëm nga qyteti i Gjirokastrës, por edhe nga rrethet. Kjo vlen të përmendet dhe kujdesi i mësuesve të letërsisë kryesisht, të cilët duan t'i mësojnë ata t'i afrojnë me letërsinë dhe po mund të them që dhe aktivitetet nga shkollat e qytetit kanë qenë goxha të larta në këtë periudhë. Në këtë muze, përveç veprave të njohura të shkrimtarit, vizitorët mund të zbulojnë aspekte të tjera të jetës dhe krijimtarisë së tij, të cilat u ngjallin kurreshtjen për të njohur më afër me historinë e një prej autorëve më të rëndësishëm të letërsisë moderne.